Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashk petë dyrymë ose petë për doner. Do t'u tregoj sekretin se si këto petë t'u dalin fantastike, të buta dhe mos t'u grisen, se si t'i ruani, si t'i konservoni në ngrirje apo për ditët në vazhdim. Unë i kam përgatitur për drekë dhe fëmijët janë kënaqur kur vinë nga shkolla, por ju mund t'i përgatisni edhe në fundjavë, si kur ta çoni familjen në një fast food, në një restorant. Gjithashtu janë shumë më të shijshme dhe më të ushqyeshme në shtëpi, sepse e dim se çfarë mishi kemi përdorur. Unë i kam mbushur me mish viçi kësaj radhe, po mund t'i përgatisni edhe me mish pule. Ju siguroj që petët do t'u dalin fantastike, super të buta dhe nuk grisen kollaj të dashur miq, pra janë apostafat për doner. Le të fillojmë nga puna. Në këtë enë që shikoni është një enë 1 kilogramshe dhe është e mbushur me miell. Një enë e tillë merr 500 gram miell. I kam shtuar krip dhe kam trazuar miellin me kripën. I kam shtuar një gotë të vakët me qumësht, gotë 250 ml. Pastaj i kam shtuar ujë derisa masën e kam mbledhur dhe do të bëjmë një brumë të butë, si brumë byreku. I kam shtuar dhe 2 lugë gjelle vaj. Brumin e kam punuar mirë derisa të bëhet një brumë elastik, dhe i butë të dashur miq, nuk duhet jetë i fortë. Brumin do ta lëm për gjysmë ore të pushoj, sepse kur e lëm të pushoj, ai bëhet më elastik, lëshohet. Gjatë kësaj kohe, pra gjatë kësaj gjysmë ore që brumi do të pushoj, unë kam bërë kraurdinë e mishit. Kam përgatitur gati 500 gram mish viçi të prerë në copëza të vogla. E kam hedhur në tigan dhe e kam lënë derisa të lëshoj atë lëngun e vet. Pasi mishi ka lëshuar atë lëngun e vet, i kam shtuar dhe pak ujë të nxehtë përsipër dhe i kam ulur gradacionin. Pra siç e shikoni, mishi ka lëshuar lëngun e vet, i kam shtuar dhe unë pak ujë, i kam vënë kapakun, i kam ulur gradacionin dhe përja gjysmë ore derisa këtë lëng ta thithi komplet do të zjej. Pra derisa të filloj skuqja. Si që shikoni, brumi është lëshuar, është bërë goxha elastik. Brumin do të ndajmë në topa të vegjël, sipas madhësisë së tiganit ku do t'i piqni. Si që shikoni, kulaçkat që unë kam bërë janë sa gishtrinjt e duarve. Do të bëni aq kulaçka sa t'u dalin nga ky gjysmë kile miell që ne përgatitëm. Mënjan të dashur miq, kam përgatitur një mbulesë kuzhine të pastër, të palosur, pra njërën anë e ka të palosur dhe anët e tjera do t'ja palos unë brenda që të krijohet si një xhep dhe në këtë xhep do të fusim petët e pjekura njëra mbi tjetrën, në këtë mënyrë do të ruajnë dhe butësinë. Pra në këtë xhep do të fusim petët pasi t'i heqim nga tigani, pasi i kemi pjekur. Kini parasysh që mbulesa mos të jetë me aromë detergjenti. Si që shikoni, mishi është gatuar, ka filluar të skuqet. Do ta kaurdisim pak dhe do t'i shtojmë qepën, por do ta bëjmë më vonë të dashur miq. Unë, me që më ka arritur ora ai gjysmorshi i pushimit të brumit, unë kam filluar të hap petët dhe mishin e kam lënë më njanë. Tiganin e kam vendosur në zjarr të mesëm dhe e kam lënë të nxehet. Zjarrin nuk do ta ndryshojmë, nuk do ta lëvizim. Në zjarr të mesëm do t'i pjekim deri në fund, nuk do ta fikim gjatë punës. Thjesht petët hapini aq sa keni tiganin dhe do t'i vendosni në tigan derisa në njërën anë të marrin disa pika të vogla në të kuqërremt, jo të nxihen. Tigani që kam unë është një tigan graniti i rënd të dashur miq që mezi nxehet, për këtë arsye kam lënë goxha derisa është nxehur mirë dhe pastaj kam vendosur petën. Petët të dashur miq do t'i pjekim thjesht në një anë, jo në të dy anët. Nëse i piqni në të dy anët, petët do t'u thahen. Sado që ju t'i ruani mirë, fakti që i piqni në të dy anët bën që peta mos të ruaj butësinë.
Pra, këtu qëndron dhe sekreti dhe marifeti i këtyre petëve për dyrym. Si që shikoni, njëra petë atje është duke u pjekur dhe unë kam hapur tjetrën. Brumi është aq i butë, aq i mirë sa hapen shumë kollaj të dashur miq. Unë nuk kam përdorur petë, kam përdorur këtë oklavan dhe duke e shtyr thjesht në vendin e punës i kam hapur. Nuk piqen për një herë të dashur miq, pra nuk ndërrojnë ngjyrë për një herë, për këtë arsye derisa të marrin ato pikat si në të kuqe rremt, do ta lini mbi tigan. Pra si që shikoni, unë e kam hapur petën tjetër, ndërkohë që e para është pjekur. E kontrolloj, si që pat, ka ato pikat si në të kuqe rremte, dhe në këtë pikë do ta heqim, nuk do ta kthejmë në anën tjetër, thjesht do ta heqim dhe do ta fusim tek ai xhepi i mbulesës së bukës që kemi bërë gati dhe do t'i vëmë të gjitha petët njëra mbi tjetrën. Në këtë mënyrë, peta që do t'i vi sipër asaj të parës, nga që është e nxehtë, do ta pjeki pjesën e sipërme, gjithashtu do t'i ruaj dhe butësinë sepse krijohet pak avull dhe mbeten të buta me njëra tjetrën. Ja, pra si që shikoni, vetëm aq të dashur miq e marrim, nuk i pjekim në të dy anët, siç u thash, dhe i fusim te ky xhepi që kemi krijuar. Aty do të rrinë ngrohtë dhe të buta. Do t'i vendosim të gjitha njëra mbi tjetrën. Keni parasysh që nëse i hapni petët me shumë miell, t'i shkundni nga mielli, mos i lini me shumë miell. Gjithashtu, kur t'i vendosni njëra mbi tjetrën, do t'i vendosni ashtu siç e morët nga tigani. Pra, mos ja ktheni anën në anën tjetër. Pra, ajo pjesa që është me pika-pika do të vihet mbi petën që nga sipër nuk është pjekur. Në këtë mënyrë do të veprojnë për të gjitha. Për t'i ruajtur të dashur miq, mund t'i mbështillni në një pecet kuzhine dhe t'i fusni në një qese kuzhine që të rrinë të buta. Unë i kam mbështjell me një pecet sepse janë akoma të nxehta dhe më është dashur që punën ta ndërpres në këtë pikë dhe të vazhdoj sërish. Për këtë arsye i kam mbështjell në këtë mënyrë dhe i kam lidhur grykën qeses. Kështu do t'i ruani dhe ju nëse do t'i përdorni 1 apo 2 ditë në vazhdim. Mishi është gatuar, është zbutur më së miri. I kam shtuar një lugë gjalp, 2 kokra qep dhe kam filluar ta kaurdis me qepën. Do ta rregulloj me krip dhe erza. Unë i kam shtuar krip dhe pak rigon kësaj radhe. I kam shtuar gjithashtu dhe pak salcë. Kam pritur derisa është zbutur qepa një herë të dashur miq, pastaj i kam shtuar salcën. E kaurdisim dhe me salcën derisa t'i dalë era. Ju mund të përdorni dhe nga ajo salca që përdorin shqiptarët, kryesisht ajo e makaronave që është pak më e hollë. Unë e kam të koncentruar salcën. Nëse përdorni atë që është pak e hollë, do ta lini që masa ta thith pak lëngun, pra mos të mbetet me lëng shumë. Këto janë pra të dashur miq dhe petët, janë fantastike, janë super të buta, nuk grisen kollaj, janë shumë të mira të dashur miq, vetëm thjesht siç ju thash duke i pjekur në një anë. Këto petë mund t'i përdorni edhe për gjëra të tjera, si për shembull në mëngjes, duke i palosur mund të bëni tost, duke i palosur në 3 apo në 4. Por për dyrym janë fantastike. Mund t'i ruani në ngrirje, siç janë, pasi i keni nxjerrë nga peceta, i palosim, i mbështjellim me një qese kuzhine dhe i hedhim në ngrirje. Ditën që do t'i përdorni, i vendosni tek fresku poshtë, që në darkë dhe në mëngjes i keni të shkrira të dashur miq. Thjesht përgatisni kaurdin e mishit që dëshironi, ndaç mish viçi apo mish pule dhe i mbushni sipas dëshirës. Unë i kam mbushur me kaurdi mishi, i kam shtuar qep të thata, domate, pak spec. Fëmijët e mi në këtë mënyrë e preferojnë, por juve mbushjen brenda mund ta bëni sipas dëshirës. Nëse e bëni për shembull me mish pule të kaurdisur, do t'u sugjeroja që të përdorni pak mish pule kofshash dhe pak gjoks të përzier, sepse në këtë mënyrë gjoksi i pulës nuk thahet komplet, pra e ndihmon ajo
kofsha e pulës, nëse e përgatisni me mish pule. I kam shtuar gjithashtu sallat, keqapi dhe majonezi janë opsionale, sipas dëshirës mund t'ja shtoni apo jo, me që unë i kisha, i përdora, gjithashtu fëmijët e kanë qejf pak, thash me që po ua bëj donerin, po ua bëj tamam siç e duan. Për këtë arsye u kam shtuar dhe pak majonez dhe keqap. Gjithsesi kjo është opsionale dhe pa këto del fantastik të dashur miq. E rretullojmë si tregohet në video. Si fillim i palosim anën e fundit, pra që mos të hapet kur ta marrim në dorë, pra i palosur pjesën e fundit dhe pastaj e kam rretulluar. Nëse do ta ndani në mes, siç e kam ndarë unë, të dyja anët duhet që t'i mbyllni, pastaj ta rretulloni. Kryesisht unë e përgatis thjesht një dyrym për çdo person. Pra një petë për çdo person, por e kam ndarë në mes që t'ua tregoj dhe ju se si duket nga brenda. Dalen shumë të mira, shpresoj t'i provoni dhe të më shkruani në komentet më poshtë se si ju dolën. Mos harroni t'i jepni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj. Gjithashtu ka dalë një opsion i ri poshtë që quhet Hype, ku ju mund t'i jepni pikë videos time. Është pa lek të dashur miq, por nëse ju ato pikë që janë pa lek mi jepni, YouTube ua sugjeron videon time dhe të tjerëve. Kjo ishte dhe receta për sot. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.